debatuam mjaftueshëm, është momenti për të treguar se kush do të lërë shtëpinë sonte. I kërkoj atyre që kanë qenë në televotim të qëndrojnë me kurriz nga video walli brenda shtëpisë, Artani, Edisa, Egi, Juela dhe Rogerti. Presim zarfin. Faleminderit Apion. Është zarfi, se janë veshur unë me të zeza dhe duket sikur pumbet. Është. Konfirmoj unë? Jo, po unë tani e mbuloj, nuk ta lë, i vë gishtin. I ve gishtin. Vërtet unë si jam i mirë me bë zemra me gishta, po gishtin këtu e vë. Po pra. Gishtin dialog, gishtin. Atëre. Yje. Jemi në një pikë të garës, jo se nuk m'ka ardhur keq në të shkuarën, po për çdo njërin që eliminohet thuajse 40 ditë nga finalja, më vjen shumë keq. Sidoqoftë, publiku ka vendosur që banori që duhet të lërë sonte shtëpinë, duke mos vazhduar kështu garën për çmimin e madh, mes Artanit, Edisës, Rogertit, Juelës dhe Egit, është Egi. Egi më vjen keq. Urime pjesës tjetër. Një qëndrim i shkurtër i Egit brenda shtëpisë së Big Brother si një nga hyrjet e reja bashkë me Edisën dhe Nikol. Me sa duket nuk është parë mjaftueshëm nga publiku dhe e gjen veten jashtë shtëpisë sonte. Ishte shumë bukur për aq sa zjati. Jam shumë e lumtur që ju njoha të gjithëve. Shumë mirë. Forca. Prezor pres takojmë jashtë. Përndeshëm që na gjallë paqe të shtëpi. Dhe ndot lutem. Jashtë tash se këtu. Mali, shumë kënaqësi që të njoha. Shumë të fejtë. Që këllet me fjallet me orë. Forca, shumë. Shumë faleminderit. Djali dhe burri t'jenë krenar për femën që ka. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese, të fëmijë. Brike, shumë keq. Dhe të kënim këtë. Në të rati që të është. Dhe mishë të luftë, suksese dhe të shumë. Faleminderit. Egi të prek në studio. Të uroj gjitha të mirat, edhe ke qenë një engjël për shifën për sotje. Dhe si jemi të duat shumë faleminderit. Okej, atëherë ju e vazhdoj të jem me ju. Dua të mblidheni në dhomën e ndenjes sepse kam një informacion të rëndësishëm për të ndarë. Atëherë, në këto momente, në këto momente, Për ty me çe për men. vllai i madh do të hap një televotim flash për liderin e ri. Pjesë e televotimit janë të gjithë, hapin zyrtarisht televotimin. Mbas regjimit të Stenaldo si lider, publiku do të vendos sot nëse
do të vazhdoj të jetë Stenaldo apo ndonjë nga banorët e tjerë të shtëpisë. Vendos publiku dhe siç edhe dini, gjithmonë lideri ka një avantazh për të cilin do të flasim pas pak. Suksese të gjithëve. Legion, mund bëj një ndërhyrje? Po, Apo iku? Legion, tu jam, këtu nuk i ka. atëre, me qenë se jam një banor prej 60 ditësh këtu, unë kam një kërkesë për Rogertin, e shoh që ka ardhur me shumë rrëmuj, me shumë vajik, e shoh që tash është përmirësuar goxha, është shumë mirë, dhe unë mendoj që t'ja hekim atë nominimin çdo herë. Jo, të lutem. Po të lutem vlla. Un kam drejt ta propozoj diçka të tillë, pastaj atë e shtref vllai i madh. Kështu që un mendoj që Rogeri duhet t'ja heqim këtë nominimin këtu, do të jetë si gjithë banorët, sepse faktikisht ai këtu ka ardhur për të shilon, sepse ai ka sigurt. Si mbledhje kolektivi e bërë Po tani. s'ka ashtu e di unë vllai. Ke bër ndonjëherë autokritik atëherë apo jo? Më falni minutë, lutem. A ke bër ndonjëherë autokritik Patjetër atëherë? vllai që kam bërë. Po, ë? Po. Atëherë do ta Po bëj. duhet ta mësosh edhe Rogertin ta bëj, se Rogerti si ka kapur ato, se shmosh e re. Domethënë do bëj autokritik. Atëherë mund ta bësh një autokritik pra Roger. Jo, mo, jo, e di çfarë s'ka do me nevojë thonë ta bëj autokritik. tani. Pra, do t'ja Nuk e mësosh kam ti. iden, do të më mësu ti. Shiko, o tani, ti duhet ta futësh pak Rogertin në atë mendësinë e asaj kohe, pra të mbledhjeve të kolektivit, të autokritikës, të faktit që drejtori ta heq njollën e kështu me radhë. Okej. Pra, po duhet ta fuzësh, se ai s'ka nga ta dije, kupton se ai është djali i ri plus që ka jetuar në Londër shumë vite. Andaj në Londër nuk para bëjnë autokritik, nuk para Ja si përbuz familjen tonë, ma, ja që si e përbuz. Atëherë, dua pak Nikol të vi me mua tek dhoma e rrëfimit. Nikol? Patjetër.